Seti ishte fantastik, është seti që mua më pëlqen më shumë, me bikini, dhe këtu në detin jonë që unë adhuroj, jo vetëm unë, dhe jo vetëm shqiptarët, por dhe tuaj. Ishte shumë ftohtë, me qëra fjala, por shkoj për mrekulli. Unë pushimet e mia, si çdo vit përgjithsisht, i kaloj në jug, përgjithsisht në Dërmi, por Green Coast-i është i ri për ne dhe ka dalë fantastik, si për foto, si për xhirimet tona, për pushime, për çdo gjë. Për mua është ideja më e mirë për të kaluar pushimet dhe fundjavën tonë. Me thënë të drejtën, kujtoja se do e kisha kompleks ose do isha e ndrojtur, por më ka shkuar shumë mirë, fakti që dhe fotografi dhe producenti jonë është shumë i lirshëm me ne dhe na këshillon, na orientojnë të bëjmë poza, se ne jemi të reja në këtë fush, sepse duhet lëvizësh, duhet të ndjekësh dhe udhëzimet, ndërkohë ne akoma nuk ja kemi marrë dorën mirë këtyre gjërave, ndërsa tek aparati jam më e sigurt dhe e di që fundja do dalë mirë. Shumë problem ishte që unë të shikoja drejt për drejt me diellin. Ishte pa mundur dhe pse i realizuam disa foto fantastike për shkak më shumë të fotografit, por megjithatë ishte punë e mrekullueshme.